12 akuza lëshon ndaj kryepeshkopit Anastasia Anullatos, prifti Elbasanit At Nikola Marku, për të cilat kërkon hetim dhe gjykim nga Prokuroria e Përgjithshme e Tiranës. Mes të tjera shkërkohet të ndryshohet neni 10 i Kushtetutës +5. Neni numër 10 i Kushtetutës është i propozuar direkt nga Anastasia Anullatos si një ndër nga pjesëmarrësit e hartimit të Kushtetutës dhe sqarojmë se bashkësitë fetare nuk janë palë përballë Këshillit të ministrave, sepse besimtarët janë pjesë e kombit shqiptar dhe nën shtetas të shtetit shqiptar. Shteti garanton bashkësitë fetare, atëherë përse duhet të jetë palë i Anullatos përballë shtetit? At Nikola Marku kërkon prishjen e marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe Anullatos. Kërkojmë nga gjykata kushtetuese marrjen në shqyrtim të kësaj marrëveshje si shkelje direkt e statusit të Kishës Ortodokse që njihet nga Patriarkana e Stambollit me vendimin Tomas. Qeveria e Shqipërisë nuk mund të bëjë marrëveshje me individ që pushtojnë drejtime të ndryshme Kishën jashtë statusit të saj historik. Absolutisht, Anastasia Anullatos, ky përfaqësues i shovinizmit të Voriopirit, nuk është kur kreu i Kishës Ortodokse autokefale kombëtare shqiptare. I drejtohemi gjykatës në Hag për krim teologjik dhe liturgjik kundër njerëzimit kombit shqiptar dhe shkelje të sovranitetit kombëtar të Shqipërisë. Kjo padi është dërguar për dieni dhe presidentit Nishani, kryeministrit Rama, kryeparlamentarit Meta, kreu të Komisionit të Sigurisë Partak Braho dhe trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë.